E morët vesh lajmin e fundit. Presidenti Grini Parambejden komentohet se është i dy punësuar. Është edhe presidenti i Shqipërisë, edhe mjek që bën ekobarku dhe kolonoskopi për 220 euro. Por kjo nuk është asgjë, zero, nuk është asgjë për para sherrit virtual me Skjara Titos dhe Dojna Memës për punë follow, më ndjek s'më ndjek, kush më hoqi e para, kush më hoqi e dyta në Instagram. Unë të dyja dhe Kjarën dhe Dojnën i kam patur bashkëpunëtorëve me një eksperiencë të jashtëzakonshme në Top Albania Radio. Dhe unë i ndjek e më ndjekin të dyja. Puna është që nuk ndiqen me njëra tjetrën. Por sidoqoftë, kush është në vend të parë? Sigla modeste për emisionin ton modest në Orti Curi TV. Në vend të parë është ende Mihrie Braha dhe Remzie Osmani, bishat e showbizit. Po. Sepse çdo gjë bazohet tek sondazhet dhe kësaj radhe, unë vendosa që t'i besoj vetëm sondazheve për sa i përket një debati të madh që ka plasur dhe po flitet kudo. Një debat i madh ka plasur mes dy moderatorëve, Kjara Tito dhe Dojna Mema. Motivi është shumë aktual për sa i përket të gjithë atyre që merren me showbiz, përfshir edhe mua brenda. Është Instagrami, kush e hoqi kë nga follower, nga ndjekësit. Publiku është ndarë në dysh dhe për këtë unë bëra një sondazh. Por me gjithë famën e madhe dhe zhurmën që kanë lart e poshtë, të dyja personazhe, të dyja prezantuese, kanë nisur në Top Albania Radio e kanë vazhduar në Top Channel dhe më pas në televizionet të tjera Dojna Mema, ndërsa Kjara vazhdon të Portokallia. Duket se për sa i përket sherreve online, kemi dy super mbretëresha. Po. Dhe ato janë Mihrie Braha dhe Remzie Osmani, sepse unë kam vendosur që t'i drejtojmë sondazhin në faqen time dhe komentet kanë qenë të jashtëzakonshëm. Dhe sondazhi ishte shumë i qartë. Pyetja në faqen time në Instagram ishte: hoqi Dojna Kjarën, Kjara Dojnën, apo s'na intereson fare? Problemi është që në këtë sondazh, pjesën më të madhe të votave e ka marrë pyetja e tretë. S'na intereson fare. Ndërsa gara midis vajzave mbetet aty. Është Dojna pra hoqi Kjarën 31%, ndërsa Kjara hoqi Dojnën 29%. Lëvizin me 2% apo me 1%. Me 2% lëviz, pra të gjithë mendojnë që është Dojna e para që ka hequr Kjarën pra nga ky 2% diferencës që kanë ky sondazh. Ky sondazh bëhet sigurisht për të qeshur sepse nuk ka asnjë rëndësi jetike. Do thoni ju çfarë ndodhi? Do thoni ju njëkohësisht dhe por Remzie Osmani edhe Mihrie Braha çfarë duan mes sherrit virtual të Kjara Titos dhe Dojna Memës, po prisni se do vim edhe aty. Si lindi gjithçka? Në një intervistë në emisionin Mirëmbrëma Yje, Dojna Mema tha se duhet të zgjidhte midis dy personazheve. Dhe zgjodhi midis Kjara Titos, Bora Zemanit, pra zgjodhi Bora Zemanin për arsyen se Kjara më ka hequr nga followers dhe nuk e di pse. Më ka hequr kot. Aty hodhi helmin Arbana, tha, po do kesh thënë në gjë ti Dojna Mema, kujtohu pak? Dojna u kujtua dhe tha jo. Madje dha edhe sqarime, gjithmonë tha për sa i përket Big Brotherit dhe prezencave televizive asgjë personale. Dojna tha madje nuk kam thënë asgjë, jam e bindur për këtë. Pse? Sepse gjatë kohës që ndodhi Big Brotheri ku konkurrente ishte Kjara Tito, unë atë vit tha Dojna nuk kam bërë as fan clubbing, kështu që as për qef dhe as për detyrë televizive, unë nuk e kam komentuar Kjara Titon. Por çfarë ndodhi? Ndodhi që u harrua kjo historie, thoni ju. Nuk u harrua fare, sepse në qoftë se në YouTube ishte Dojna që foli për Kjarën, Kjara Tito ju dha hapësira në Top Channel të Goca dhe Gra për t'ju përgjigjur. Sipas Kjarës, kishte qenë Dojna që kishte hequr nga Instagrami dhe pse dikur kemi ngrënë bukë të njëra tjetra dhe kemi hyrë në shtëpitë e njëra tjetrës, thojnë vajza dhe me sa kujtoj unë do ke qenë periudha kur të dyja kishin ëndrrën e ekranit dhe punonin në Top Albania Radio ose edhe më vonë ku filluan të bëjnë emisione si Select apo dhe emisione të tjera. Kështu që Kjara Tito i vuri vulën kur tha se Dojna ka patur hallin e klikimeve kur më ka përmendur, duke u mbrojtur kështu dhe duke thënë se
ishte një gjë e cila nuk e priste, sepse më të vërtet tha, nuk ke pse të përmendësh emrin tim nga asgjë, ja pavarësisht se ishte moderatori Arbana Osmani që e detyroi Dojnën që të zgjedh midis dy emrave, ndoshta edhe aq e pafajshme, nuk ka qenë dhe aq kot nuk e ka bërë, por janë gjëra që ngjasin dhe gjithmonë vendosen midis dy personazheve të njohur vendoset pyetja. Ky ishte reagimi i Dojnës i pari, ky ishte i Kiarës i dyti, te Goca dhe Gra, por erdhi edhe një reagim tjetër. Duke sikur do mbyllej me kaq nga emisioni i pak kohëve më parë, Goca dhe Gra, reagimi i Kiarës që tha ishte papritur për mua, por menjëherë ka qenë reagimi i Dojna Memës. Prezantuesja aktualisht që drejton emisionin investigativ Piranjat, ka publikuar një chat me motrën e saj. E ka publikuar në story në Instagram, ku motra e Dojna Memës e lajmëronte dhe i thonte që e i shikos se Kiara nuk të ndjek më. Pra, informacionin Dojna ka marrë nga motra e saj. Nuk dihet pse ka kontrolluar motra e Dojnës Instagram e ndiqesh, nuk ndiqesh apo gjëra tilla si këto, por fakti është që ai ka thënë të motrës që ti nuk ndiqesh më. Prandaj çfarë ka ndodhur? Publikimi i këtij chatit Dojna ka bërë bashkë me komentin. Mua, kur më bën një pyetje direkte, qoftë kjo dhe para kamerave, kam mjaftueshëm këllqe për të dhënë një përgjigje të drejtë për drejtë. E bëj edhe për rehatin time, vijon Dojna, se s'më duhet të mbaj mend gënjeshtrat e të përfundoj duke i besuar edhe vetë. Dojna pra është mbrojtur me fakte duke nxjerrur një bisedë me motrën e saj, ku e motra fakton që është Kiara që të ka hequr nga follow nga Instagrami. Jo vetëm kaq, por Dojna në fjalinë e fundit, thot shumë, s'më duhet të mbaj mend gënjeshtra dhe të përfundoj duke i besuar vetë. Pra, sipas Dojnës, Kiara Tito është duke gënjur, madje duke i besuar gënjeshtrat e saj. Duket sikur gjithçka po zhvillohet midis këtyre dy vajzave, midis portaleve dhe midis të gjithë blogerave të showbizit shqiptar. Mendoni ju se ky është kulmi i një sheri virtual midis dy vajzave të ekranit. Unë dyshova për këtë. Thash me vete, sheri midis Kiarës dhe Dojnës. A do arrit dot ta mund sherin madhështor të dy mbretëreshave të muzikës së Kosovës, Remzi Osmani dhe Mirie Braha, që unë e ftova për fejesën e djalit, pa nuk më ftoi mua, kështu që unë për dasëm do e ftoj, po për fejes nuk e ftoj. Unë për këtë bëra një sondazh. Bëra një sondazh dhe i bindur që historia e Remzijes dhe e Mirijes është harruar nga publiku dhe në Kosovë, po edhe këtu tek ne. Por jo, nuk është harruar, madje i hodha në garë. Thash, kush është sheri më i fortë i showbizit? Kur them për sher virtuale, sher Instagrami. Është Remzia me Mirien apo Kiara me Dojnën? Dhe imagjinoni pak. Në vendin e parë, kanë kaluar shumë e shumë kohë. Megjithatë, kanë kaluar gati 2 vjet të mira në mos më shumë. Megjithatë, publiku vazhdon të votojë si sherin mes dy femrave të famshme të showbizit, si sherin më të famshëm, sherin e mbretreshave, atë të Remzi Osmanit dhe Mihrie Brahës. Janë votuar me rreth 55% sheri i këngëtarëve nga Kosova, ndërsa vajzat e ekranit shqiptar, Dojna Mema, Kiara Tito, janë votuar vetëm 45%. Çfarë duhet themi me këtë? Duhet themi me këtë që mama knows better. Miria dhe Remzia knows better, kështu që Dojna dhe Kiara kanë punë përpara që të bëjnë një sherr të vërtet prej dy mbretëreshash të showbizit.